Lulu, kone ki blok, zemër. A gjallë je po valla gjallë që tu ndom ditës, po rri që tu kemi bisedu një ajet kuranor, shumë të bukur, të mirë, na spjegoj, Drilani për me spjegu është numër 1. Unë nuk mundova me dhanë mendimin tim, faleminderit që keni qenë prezent. Selim Ibrahimi, faleminderit që përna në Iran është një pjesë e Resulullahit. Po Bleri Meta është nipi i profetit Muhammed. Po Driloni e ka për ajgare dhe e ka kështu për qëllim me ngutë që me mund me marë poena. Se ka për qëllim të keqë. Se sot bota po mburët me Iranin, dardan faleminderit, po mburem sepse Irani po shini se çfarë është duke bërë. Pse ju hek licenca e hoxhës? Normal, pyeteni ata ju tregonaj. Është erudit, nuk munden çdo kush me kuptu Drilonin, as unë vetë se kuptoj në disa raste, sepse ka dituri shumë të mëdha, edhe këtu në Bashkinë Islame të Kosovës është monopol, pra sundon Bashkia Islame. Në fillim mas luftës, këto xhallarët që kanë kënu me vlude, i kanë marrë, i kanë re ky grupi këtyre sekteve vehabiste. Normal Bashkia Islame është Hanefi, Sunni, mirë po është vetëm de facto me dokumente, mirë po de jure është me dokumente, pra është regjistruar si Bashki Hanefite, mirë po Sunnite, mirë po mas luftës, brenda Bashkisë Islame ka hyrë edhe mezhebi Hanbeli, që janë me doktrinën që zhvillojnë fen, përhapin fen, përmes doktrinës së Abdul Wahabit, apo vehabistëve, apo Ibn Tejmijas. Kështu që normal, edhe ata janë musliman, po janë më ndryshe. Bashkia Islame normal tash e ka patronazhin e vet edhe bën çka don. Po deri kur nuk dihet. Po pse se pyetet? Po mirë, po thot, pse se pyetet ata? Po e ditur është tash. Bashkia Islame nuk e ka përjashtu vetëm Drilon Gashin. Bashkia Islame ka përjashtu edhe mu në vitin 1995. Edhe burrin tim e ka përjashtu, sepse ti duhet më konë shablon, si ku në kohën e Muavijut. Ta kanë shkrujt hydbën edhe qëta kime folë, po na jetojmë një jetën demokratike, edhe në Kosovën demokratike, edhe nuk jemi na Taliban që për një gabim që aty me marë në pazar, me ta hek kryte, me gjujt me gur. Këtu është, po, Driloni është në gjykimun e sa e di, se kanë ngrejt akuzë kundër Bashkisë Islame, edhe besojmë ta pranoj të fitoje drejta, sepse ai kurrë se ka thyer asnjë rregull të fesë islame. A rregullat e Bashkisë Islame, të cilët të kufizojnë qa me fol, ajo është tjetër. A beson në magji? Jo, lumni, Zabela, unë e kam kry psikologjin, edhe bashkë kemi pas një ligjërat për magjin. Magjia, apo në gjuhën arabe që i thënë sihr, sihire, magjia është mjeshtri. Mjeshtri që shme ta mush të mendën, që ki sihire, të kanë bo sihire, faleminderit Gentian për zemrat, për lutjet. Pra, magjia si magji ka ekzistu në kohën e Sulejmanit a.s. Ai është mjeshtri. Edhe në kohën e Musës a.s. magjistarët kanë qenë, i kanë ly ato litarët me një lang, ja ku marru emrin e përmend bashkë në tefsirin e Mizanit, edhe emrin e ati langit nuk si uj, nuk ja di, edhe kërkoj falje se që këtu e kum prish dishka kum preke, po do këm shumë
e makjazhume, po s'kam makjazh, veç me ditë. Se s'm pesho vetëm, po s'po di që shmehe. Edhe këto litarët i kanë vendosë në ujë, edhe kur i qesin në diell, ai si reakcion bon, edhe ato lëvizin litarët. Edhe kështu besojnë se është magjistarët e faraonit, kanë qenë, do më thonë, shumë që i kanë bo njerëzit me besu që faraonat janë zotër, por kur e ka gjujt shkopin e vetë Musa a.s. Edhe është bo si një boll, si një kobra e madhe, edhe gjitha këto litarë që kanë lëviz e që njerëzve iluzion, se magjia është iluzion, e njerëzve ju ka dok se ka qenë si gjarpërin, pra të gjitha këto i ka gëlltit një kobra, një gjarpër një madh, i vërtet boll, i thojmë të na bolla, gjitha këto litarë edhe magjistarët e Musës, 70% prej tyre me njëherë kanë rënë sejdë, e kanë kuptu se Musa nuk ka magjistar si ata, dhe kanë thonë la ilaha illallah, Musa kelamullah. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut, Musa është kelamullah, fjala e Allahut. Edhe, çka bën faraoni, thot, shikoni une, 50 vjet juve ju kam ushqy, ju kam dhënë pare, ju kam bën familje, shtëpia, ju kam pagu për qëto mjeshtrit e juja, qëto sihiret e juja, por tash e keni për 15 minuta që ky Musa juve ju ka bind, e ma keni hup mundin e 50 vjetëve, ndërka që tash keni kohë vetëm 5 dakika në atë kohë që she kanë matë kohën tash minuta, për me u kthy ose me shku me Musën. Ai qka me vendos, ai qka shkon me Musën, ka me qeni prerë tërthorasi. Pra, një kom e një do. Tërthorasi. Edhe i ka mytë kështu faraoni, pra 50 vjetë thot ju kom ushqy, për 15 minuta ju ka bind Musa, që une nuk jam zot, faraoni thot, e thot keni me pa që une ju mys juve dhe une kom kriju vdekjen, sa i ka pas forcë. Për 5 minuta kanë ra shahid. Interesant, a? 50, 15, 5 minuta kanë ra shahid. Pse? Kanë thonë la ilaha illallah Musa Resulullah. Musa kelamullah, fjala e Zotit. Na, 50 vjet jetojmë me një bindje, musliman, jemi sukur ata publiku, publiku kur shkojnë ai Ronaldo, Messi, tanë mëngjes shkon, bon trajnime, han ushimin më të mirë, send, na 50 vjet musliman, për 15 minuta, dikush ka fuqi me të bind për diçka që është, tani e tani folish, a i prap thot, ja, për 5 minuta a i ty ta bon këtë boz, këtë ta bon rafsh, ja, gjyshi im që shtu ka mendu, libri jem Sahihul Buharia është që shtu, edhe kaq, arab, driti dritëro, arab që po do të me thonë, arab është kombi, një komb atje në Arabi, persian janë komb, shqiptar jemi komb. Për shëndetje Denisim. Sahihul Buhari, unë i kam që ty, i kam ja 10 libra të Sahihul Buhari, se kam shtëpi. Por të gjitha djetarët thojnë që 60% i Sahihul Buharis ka hadithe të dopta, të rrenjshme, të shpikura, e tjera. Nuk janë të gjitha hadithet e vërteta. Kemi hadithet që vinë nga ehlil bejti. Kemi hadithet, kjo është një prej atyre.
që janë të ardhura nga vetë profeti Muhammed, vetë pastaj ja ka mësu vajzësve, Imam Aliu prej voglimit ka nejt me ta, të lutëm. Po në qëse edhe ka jetu, Fatimja ka jetu me profetin deri ditën e fundit, kanë ditë që shhanë, që shpinë, si flenë, çka ka folë, çka ka thonë, ta në kohën. Edhe normal që hadithet i kanë edhe ehli beti, familja e pejgamberit, edhe shokët e pejgamberit të cilët i kanë djekë. Ebu Bekri ka djekë 500 hadithe, Omeri, khalifja e dytë kur ka ardhë, i ka thënë popullit mlidhni krejt hadithet që ka i keni të shkrume, bjerni këtu të pallati jonë, edhe kemi me bo liber, sahife. Edhe më në fund, masi ti mledh krejt këto hadithet në për papirus, në për lëkura, në për letra, ku kanë mund kanë shkrujt, në për dru, fjalët e profetit, a i vërtsja ka shti flakën. Pyet një gjallartë, keni me pasë, unë qëta e kom mësu me drese. E mande janë që 15 milion hadithe janë të mledhme, që pejgamberi frymë s'ka mund me marë të ishin kom 15 milion, hadithe edhe ato kur 200 vjetë mas profetit. A mundet në pyetje? Po Denis, unoni deri një përim. Rën, po mendon se po na mashtron. Jo, zotni, s'kam nevoj kërkon me mashtru. Se nuk e japun e gjenetin për rënat e kësaj dynjas. Jo, mëre zotni. Ti mundesh me thonë që s'kin një huri, edhe të do këtë dikush që di, jo, nuk ka ndodhë, nuk është e vërtet, nuk ka ndodhë, qësh më rashtë? Malien janë kanë njerëzit e mirë, po normal, Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Alia, janë kanë khalifet. Qa po thot kë, i bala a e din se shqiptar ka që lexojnë. E di ti sa shqiptar ka që lexojnë, mendon se po e mashtron. Okej, be zotri, lexojnë edhe unë lexoj, edhe ti lexon. Unë e lexoj nga 2 burime, edhe sunite, edhe shiite, prandaj ju s'mundeni me përbi disa diturit reja, sepse jeni ajo, si dhe thonë, ajo mendësia shqiptare, që se nëna jeme s'ka hangër pasul me nane, i thënë, nana është një gjethe, si menta, dhe ja qesi shpasulin ato, edhe ajo ta përpunon barki. A i thot, ja, shka i ke qitë këtë barin. Ajo McDonald's i mirë, thot, shka i ke qitë këtë barin. Na shqiptarët s'mundim me ndryshu një gjellë, një zakon të keqe, lene mo, me ndryshu një mendim që të ka fut një hoqë, të ka thënë kështu, të ka thënë që gruja është kështu, e kanë poshtërsu gruën fund pusit e kanë lanë. E ta shti vetëm që ashtu me ndonë. E këto tjerët, kush folin, janë mashtrime, janë gënjeshta. Okej, be zotri, mos rri këtu, mi ndëgju mashtrimet. Vazhdo, shko, gjejt vërtetat. Zara Lina të lumt, po thot motor, faleminderit. Faleminderit, se s'po mundi me qelë, më i Zara. Po e qelë. Për përkrahjen tënde morale. Qysh me hekbe që të në gjyren, po më qetë shumë të lyme pa lidhje. Me Shami pse hin TikTok, pse qa po foli fjallë të këqia? As bon me hi me Shami, apo don me hek Shamin? Qa po shetë keqe të une? Që të sendet, ka thonë pejgamberi, që të mundet me të pa dhe që të? Qa po bëj unë të keqe? Vetlat, qësh mi ka falë zoti, pak i kom vizatu. Hamanive, Albanian Muwahid. Qëpar e mërë, Muwahid. Kemi 2, ajde ti të nëna jote shko thuja, kemi 2 zemra, shko të nëna jote që të fjallë thuja, ajde. Ne kemi një zot, feja është hobi. Jo, feja nuk mundet me qenë hobi. Feja është udhëzim, por nuk është udhëzim për të gjithë.
Dhalika al-kitabu la rayba fi. Ky është libri për Kuranin e ka, në të cilin nuk ka dyshim. Hudan lil muttaqin. Ky është libër për të udhëzim për të devotshmit. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ky është udhëzim për ata që i besojnë ato që nuk e shohin të fshehtën dhe bojnë vepra të mira dhe japin nga ajo që i kemi dhënë. Prandaj nuk mundet feja me qenë hobi, feja është udhëzim, feja është paqërim me vetin, është lartësim shpirtëror. Fëmia lind në barkun e nanës është si bim, kur vjen këtë dynja jeton me instikte si kafsh, pastaj me kalimin e kohët e edukojnë prindërit, nëse prindërit nuk e edukojnë e redukon rrethi, rritet në rrugë, bëhet laper, e tjera, pastaj kur bëhet njeri, vjen të zhvillimi personal, të ngritja shpirtërore, dhe arrin nivelet e larta të përsosmërisë, dhe me një fjalë që të thot, ai më nuk fol vetë, po fol vetëm me fjalën e Zotit. Prandaj unë nuk besoj që feja është hobi, feja është udhëzim për ata që duan. Për ata që nuk duan, Zoti i ja dhash mendjen. Zoja je hoxhenic, po unë jam hoxhenic, jam e para femër e diplomuar në medresën e mesme Alaudin këtu në Prishtinë. S'ka pas asnjë femër nga Kosova që kanë marrë diplom në medresën Alaudin. Gjithashtu edhe kam studiu në Sarajevo para luftës së Bosnës, e kam ndërprer dhe kam vazhdu studimet e mia në Amerikë te Mustafa Qazwini edhe në Birmingham në Londër, në Angli, pra aty kam vazhdu studimet edhe ende vazhdoj, por sa i përket aspektit bashkohor, pra studimeve shkencore, letrare, i kam kryer dy diplomime universitare i kam në letërsi shqipe dhe letërsi të përgjithshme krahasimtare, me qëllim këtë shkencë e kam zgjedh për arsye se letërsia ka të bëjë me elokuencën, me të kuptuarit e fjalës, me të kuptuarit e mendimit, konceptit, të një thanie, të një romani, të një ideologjie, që ka dash Zoti me thënë, ju e pat në fillim të emisionit, se si e kam shpjegu surën ajetin 25 të surës Bekare. Pra ajeti i parë që flet për gruan. Dhe e pat në çfarë aspekti unë e shpjegova nga komentimi gjuhësor dhe letrar. Ndërkaq zotëri Driloni Driloni normal, ajo është teolog, magjister, unë jam magjister në psikologji, ai gjithashtu ka kryer shkollën në Arabinë Saudite, edhe si që tha vetë ka qenë i prekur nga kjo rryma vehabiste, Abdul Vehabit, edhe pastaj i ka pa ku është rruga e vërtet, edhe ka nisë tjetër ndryshe me mendu, ama fenë se ka ndru. Biblia është udhëzim, po, gjithashtu edhe Biblia është udhëzim. Mos fol budalliqe gjuhë e huaj. S'po të kuptoj mino, budalliqe nuk janë të fol çfarë gjuhë e huaj. Dhe Jezus Krishti është çelësi i xhenetit, po, patjetër, Jezu Krishtin, Isën a.s. ne kemi obligim, paqja qoftë mbi ta, me e respektu edhe me i besu si i dërguar i Zotit. Tri janë bazamenti, komponentat kryesore që e krijojnë bazamentin e fesë. Për me ndreqë një shtëpi, njerë duhet bazamentin, po drumin me ndreqë, pastaj me ngjit shtyllat, katet edhe kulmin.
Pra janë 3 big bossi, janë 3 komponente që e krijojnë bazamentin e fesë, qoftë asaj krishtere apo islame. Bazamenti i fesë krijohet nga ajde ko si shkote nëna jote që të fjalë thuja, tauhid, besimin në një Zot. Mead, besimin në botën tjetër, edhe krishtert, edhe muslimanët e besojnë botën tjetër. Edhe krishtert e besojnë besimin në një Zot, por është besimi gabuar, sipas mësimeve tona islame. Prandaj gjithmonë feja islame është e fundit edhe gjithmonë fet mas feve kanë ardhur. Prej Musës, prej Ibrahimit a.s. Gjithë profetet, Musa, Isa, Jezusi, më në fund profeti Muhammed. Dhe e treta është nubuvet, të besojnë në të profetet që janë jo bijtë e Zotit, të dërguarit Resul e Zotit. Dema, pse ju që mireni me fe, doni me fshi kulturën e kombit ton, pse, çka ju shtyn? Shiko, në çdo mal ka derë, në çdo fush ka ferë, ferra, gjemba, na në Kosovë thëjmë ferra, jo ferë, gjehenem, po ferra, gjemba. Kështu që nuk mundesh me thonë që ne që miremi me fe, dojmë me fshi kulturën e kombit ton, nuk është e vërtet, po janë disa sekte, disa persona me gisht, mundemi marë, në dorë, që dojnë me bo zhurma mediatike, dhe dojnë me bo probleme ndërfetare, edhe brenda kombit ton shqiptar, ata kanë me dhonë edhe përgjësit të Zoti, nëse unë edhe ti dema, urrejhemi për shkak urrejtjeve ata që kanë fut në mesin e popullit ton shqiptar. Dojnë me fshi kulturën e kombit ton, pse çka ju shtyn. Pra, ju shtyn janë rrymat e ndryshme vehabiste, sepse ne, hoxhallarët e ton, të qysh prej na infrashrit, prej mas romantizmit deri sot, gjithmonë kanë qenë stabilizator të asaj gjendjes sociale të shoqërisë të kohës së vet kur kanë jetuar. Kështu që mos i futni të gjithë me një thes, sepse unë për veti s'pari jam shqiptare e mandej jam muslimane. Jo, Shqipërinë nuk dojna me bo si Arabin, por na dëshirojmë me pas respekt edhe ju, qofse unë dukem ndryshe, sepse diversiteti është kulturë, është vlerë, është mëshirë nga Zoti. Qofse prandaj ju që mendoni se na e kemi vendin në Arabi, gaboni, sepse unë jam lind tokën mëm dardane. Dhe normal dukem pak më ndryshe, flas më ndryshe, besoj më ndryshe dhe kjo është bereqet. Nuk bën me kriju urrejtje. As të ajo që vishët gjysmë lakuriqe, as të ne që mund të na shihni vetëm duart dhe që të ftyrë. As që tjetër nuk e meritoni, përveç burrit, fëmijëve tanë, familjeve tonë. Kjo është bindja jonë, prandaj kërkojmë pak respekt. Kërkojmë pak respekt sepse jemi shqiptar. Ata që fyen, ata që shajnë, ata që fyen, që shajnë, ata e meritojnë burgun. Sepse sipas Kushtetutës Kosovës, ligjet nënët tregojnë se mos durimi fetar, urrejtja, fyerja, akuzat e pabaza në mesin e qytetarëve dënohen
shpifjet gjithashtu 3 muaj deri në 3 vjet. Prandaj lirisht, po ndonjëherë shteti e mbyll njënin sy, për arsye se një orë që ta përdhos flamurin tënd, ka kriju plot dele dhe desh, mas veti. Dele, kuptoni, i on bind ati hoxhës Verberazi, ka kriju një numër të madh të deleve, po tutën që nuk tutën, po dojnë mos me marë masën ndaj ati hoxhës, po unë për veti ti shumë kom pushtet të gjithë ata, qofshin të krishterë, qofshin musliman, qofshin lidhja e Deçanit, që dëshirojnë me kriju urrejtje fetare, mosdurim kombëtar, fyerje, sharje, akuza, të gjithë do të me shkon burg. Ti me thoni të vërtet, për shembull unë flas për Ehlibetin, për familjen e profetit, ditë e natë. Pse jam duke i tregu disa të vërteta, si ma të argumentuara, ama nuk kam unë drejt me marrë tash me shajt e Abu Bekrin, e Omerin, e Osmanin, e Jezusin, e flamurin, e kombin arab. Çka ju intereson qatë shumë kombën një arab? Kombi arab është atje në Arabi, s'kemi na lidhje me Arabin. Geometrikisht na jemi në Ballkan, jemi në Evropë. Kushës na lidh? Edhe pse edhe meshën e këndojnë në Arabi, në Liban, në Siri, në gjuhën arabe. Meshën, pashkët i kanë këndu në gjuhën arabe. Kjo s'bën neve më na prek. Ne lexojmë në gjuhën shqipe. E nderuar mua, a mund ta shpërndosh aksidentin, çdo fenomen të papritur, sipas besimit islam? Është një rivaje e profetit Muhammed, do të vjen një kohë kur do të ndodhin aksidente, gjëra të papritura. Veç nesër mëngjes, u myt ajo në Shkodër, nona me 3 fëmijë. Ky tjetri u bë kështu, ai tjetri ashtu. Domethënë këto janë nga pasojat edhe nuk janë sprova të Zotit për neve, po ne kemi ngacmu se çdo gjë është e caktuar nga Zoti, por neve Zoti na jep mundësinë që na me ndryshu një gjendje në popullin tonë. Edhe thot, Zoti, ajeti kuranor thot, Zoti nuk e ndryshon gjendjen në një popull derisa vetë ata nuk dëshirojnë, vetë ata nuk marrin masa. Prandaj nëse shohim që gratë vriten, ndodhin fenomenet natyrore, ato janë fenomenet natyrore nga vetë hidhërimi i Zotit. Ne kur erdhëm prej luftës, në Gjilan u bën një tërmet shumë i keq. Mirëpo, unë e kam dëgju që ka ndodhur një vepër shumë e keqe në Gjilan. Dhe u bën një tërmet interesant, por ka edhe tërmete edhe fenomene që bëhen me manevra të ndryshme ushtarake për me i provu ato bombat e tyre nën toke, nën deti, e tjera. Ka edhe këto, sepse janë tu e keqpërdor natyrën që Zoti e ka kriju. Prandaj ka lloj sprova, por na nëse shkojmë prej sprovave më të vogla, kemi disa sprova që vetë i thrasin prej mosdijes apo prej mos informimit. Për shembull, Zoti thot Kur'an, kulu washrabu wala tusrifu, hani pini mos e teproni. Pra tensioni lartë, mbi pesha, gjaku, yndyra, shkon njeri vdes para kohe, kap zemra, ushqimi jo i rregull. Sot febeshiri sabirin, bëni durim, bëni besimtar, që kur t'ju vjen një sende rrezikshme, një fenomen aty për aty, i trishtum, si me thonë, i befasushëm, Allahumma salli ala Muhammed, ali Muhammed, merë frym, ka dala, jo me bo panik, pre panikës krijon stres, krijon lloj smundje, të cilat shtresohen dita ditës edhe një ditë thush, dhem dora, e shtyp krahun, e shtyp krahun, e merë, e lyn, e von,
Ama kur dhem shpirti s'ki qësh me shtyp, s'ki qësh me ngjesh. Mendja shkon, hik, për një moment. Prandaj duhet për mos me leju veten me ranë sprova nga veprat e tona. Sprova që të vjen nga Zoti, ajo është një vdekja, qoftë familje, dikush, një afërt, ajo është sprovë nga Zoti, sepse Zoti në Suretul Mulk thot, unë e kom kriju edhe lindje, unë jam sunduesi i botës, dhe unë e kom kriju lindjen edhe vdekjen. Prandaj këto janë sprova nga Zoti. Vdekja me rend nuk është sprovë, sepse ajo ka rendin e vet, janë më shumë, faleminderit Linda, edhe ka kalu një kohë, Zoti e ka caktu, deri këtu ka me jetu, ama për shembull marrja e vlatit, smujet që bin vdekjen, e tjera, këto janë sprova nga Zoti. Uria, do më thonë, në luft kemi pas pare, po kemi pas ushqim me ble, ku me ble, pare kemi pas ndoshta ka 10.000, 20.000 euro, po ushqimi me zi u gjinte, sidomos në Bosnë e thoshin për një thes mirë, e kanë shit golf dyshin për një thes mirë. E tjera, pra friga të sprovon Zoti me frigë, je shumë mirë, mirë po, thosh o Zot, çka ka me ndodh, ose friga është gjëja më e keqe, sepse ajo vetë çon mbrapa, po çka me bo për frikë, do më thonë duhet me pa, në momentin kur vjen friga, çka po të bjen mend ty që ki frikë për ato, dhe punon në atë situatë, dhe sipas psikologjisë islame, në momentet kur të vinë mendimet e këqija, duhet me qu salavat profetit Muhammed. Allahumme salala Muhammed, bali Muhammed, selami qoftë për mi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Unë kur më ka vdek djali, mos t'i shkon salavati, ishë shumë vështirë. Po sa herë që kom shën, sa herë që mu ka kujtu tash, sa herë që më kujtohet, nuk e laune me më fut frikë, se që shekam djalin, dhimbje me më fut, se e di që është sprovë prej Zotit. Dhe me njëherë më kujtohet që Zoti, hadithi i profetit Muhammed ka thonë, Zoti kur t'ja merr nonës, babës, i vlatin, kjo është sprova më e madhe. Dhe i thotë, o me lache, shkoni këshur në atë nonë, apo thotë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, na jemi të Zotit kemi një këthy. Faleminderit o Zot që ma ke dhënë djalin tem mas 3 viteve martes, mas 33 viteve ma ke marë. Faleminderit për që të 33 vite që e kom pas djalin para meje, se ka nona që hiç kanë fëmijë, e tjera. Kjo sprova pa vdekja është sprova. Edhe frigën kur e keni, ka pasoja pse keni frikë. Ndoshta keni bën diçka mashtrime, ndoshta keni thënë, po, ka qeni martum, gruan doktoreshe, e kam një nip, jeton në Gjermani, edhe, elhamdulillah, falenderoj nusën që shumë mirë kujdeset për ta, edhe çdo javë kënaqem, ka një javë bisedoj, e tjera. Ma hek mallin e djalit. Po, elhamdulillah, edhe Zoti ma ka qenë një dhëndër të mirë, burin e qikës, dhëndërin pra, bashortin e vajzës time, edhe elhamdulillah një psikolog shumë i mirë, dhe po ma plotson atë mungesën e djalit të madh, e qështu, Allah i sabër, e tjera. Kështu që ka sprova që na vinë nga veprat e tona, por ka sprova që na vinë vetëm nga Zoti. Pra, nga Zoti vjen malli, ta merr Zoti mallin. Kur gjo, kretë mirë o kanë, sen, tak, shkon të porzën e merr, unë pasurin, me një fije që briti luft, u kallë ke shpia, ke met pak u gjahic, ja ke njës prej zerës, aleikum selam, Mihane. Po e kam edhe një djalë, edhe një nuses shpeti, edhe një vajz pra e kam, edhe nipin, dhëndrin, edhe nipin e kam për djalit të madh. Edhe tjetër pasunin,
një antar të familjes me vdekje që provon, me frikë, katër ishin. E mbali kumë, me malë, pra pasunia, me frikë, me vdekje, edhe me untësi, pra jeni të uritur. S'keni qka me ongër. Por një pyetje Lina, unonin. Ka ditë plot, jo natën të tregojsh ders. O i zemër, unë s'kom dalë që 2-3 javë, unë që 2 muaj jam. Kam marrë ja 2-3 muaj, kam marrë pushim, sepse kam dalë 2 herë në javë. Masi qatë shumë po t'intereson me më këshillu, po s'ka derë që po t'regoj javë në DSS asemër, s'pas ke hajsjavli. Qështu. Po sot dola edhe, po rriqtu, masi ka 136 veta, edhe jam e pushushme, po bëjmë pak muhabet. S'po bëjmë muhabet pa lidhje, po të regojmë fjalët e Zotit. Ty në qose të rrijet, rri. Atër pse po më këshillon mu, pse po rrinë ti natën, pse po më dëgjon mu. Ja na ke mungu vallaj, po Leonora, ju kom mungu, po shumë po kom dëshirë me kry qëto librat, se kom pas një renovim këtu në shtëpi, kom pas shiragjia 2 vjetë, edhe jam këtu në shtëpi, kom baja do renovime një 4-5 euro më kanë shku, edhe kom bo një jetë që mos më marrë shumë me TikTok, janë një muj 2 vetë që shtu sot mas e më thiri teolog Driloni. Po, Hasjan, mundësh me pytë. Edhe t'i kry qëto librat e kur t'i qesën në botim, kanë me qenë libra shumë të mira, njëra është Gruaja në Kuran, tjetra është për biografin time që kam kalu në Burg. Aleikum selam. Islami mbi të gjitha, bravo. Një emri i përgjithshëm, po i bukur. Dhe ta këshyri një libër psikosocial, me këshilla, kryesisht nga zyrja ime konsulta bashkëshortore, se aty unë mbaj edhe këto seansa psikologjike, se jam e diplomume, e licencume për këtë punë, e kam të regjistruar pra zyrën time, edhe maj seansa psikologjike për çifte, kur kanë probleme, edhe normal unë i lidhi pak me islam, për muslimat, për të krishterët, vetëm ja jap këshillën sipas asaj çka mundem. Konsultohem me profesor, kur ka probleme ma të mëdhaja, prandaj e kam seansën e parë e kam gratis, për me pa a ka nevojë për psikoterapi, apo ka nevojë vetëm për këshilla, sepse kur ka raste burë e gruaja shumë kanë probleme, dhe ato janë traumat e fëmirisë, traumat e rinisë, edhe nuk mundesh ti mja zgjedh një problem, gjerisa ai nuk e kupton veten që hej, unë e kam trauma, që nëse baba jem u ka sjell kështu keq me nonën teme, kjo nuk do me thënë që edhe unë duhet mu sjell me gruën time. Pra, edhe vajza nuk duhet me këshyr jetën e nonës, babës vetë me pru të jeta e burrit saj. Sepse ndoshta baba jote ka respektu nonën tënde, por ti mos prit me të respektu burri jot, gjerisa ti e ki një jetë krejt ndryshe prej babës tënde edhe nonës tënde. Se shumica rasteve, vajzat që kanë baballarët e mirë, ata presin edhe prej burrit që ashtu me qenë. Ose kundërta, djemt, kur e shohin që baba edhe nona e qikës gruës vet, nusës vet, i ka një dosjellje nga trestare, atër edhe i thot, po që shka bën nona jote babës tënde, edhe unë e ty që shtu shka po ta bëj, çka po t'vjen, interesant, e tjera. Janë këto shumë probleme në çifte që vinë deri te
kam probleme deri te ndami, kështu që kam arrit për 12 ditë 4 çifte bashkëshortore mos me i lanë mu nda bile 2 prej tyre veç janë va nana. Për kugja hiq, për ja do probleme shumë të vogla, për mos marrëveshje, se nëse ti e ki një problem edhe nuk e zgjedh atë problemin, ajo vetëm shtresohet, problem mas problemi, po duhet me koklavit, me kqyr, me zgjedh, jo me besu, jo se ire më kanë bo, qëfar se ire shko te psikologi, kam një pyetje, kam probleme bashkëshortën, çka mundi me një mu. Mundem me të ndihmu, e ke numrin 044 509 200, ky është numri im zyrtar, pra numri i zyrës time. Një konsult e ke gratis, një orë pra, një konsult pra një seancë psikologjike, e ke gratis prej meje, për me pa a mundi unë me ta zgjedh atë problemin tënd, apo duhet te psikologu që është ka merret me psikoterapi, po nëse është problemet sociale pak ma shumë, ekonomike, atëherë ato mundi me i zgjedh pa pikë problemi. Mirë po, mos thirrni me telefon, se nuk ju hapi, sepse unë kam shumë telefonata, por mundeni me shkrujt në 044 509 200. E keni në profilin tim këtu në TikTok, edhe në Facebook Iqbale Berisha Huduti, edhe mirën pra me shkruan ose me mikrofon, priton me shkryt me mikrofon, jam filan filani, emrin, nga qyteti, ato meten vetëm për mua ato informata, dhe kam këtë problem, e shpreh aty, pastaj unë kur kam kohë mas 2 dite, mas 3 dite, e këshyri, e dëgjoj, e lexoj, edhe ta caktoj një seancë. Një seancë e parë është gratis, s'ki nevojë me pagu, e ki gratis për me fol 1 orë, me ftyrë, se unë nuk mundi me fol me dikon pa e pa kush je, sepse çdo mimik, çdo pamje jotja, qoftë burr, qoftë grua, unë çato e kam profesion, duhet me pa kush je. Ajo emër s'ka, mbi emër s'ka, qyteti nuk e tregon, ftyrën se tregon, du mu këshillu. Nuk shkon ashtu, e qet ftyrën. Jo, po që po du me mu taku me ty, o zotni, unë nuk takohem me njerëzit çka nuk e njoh. Edhe nëse, po që unë jam fansa jote, po prap, edhe me qenë, ku me ditë kushi, unë nuk dali me ty, thot, po hajde që veç me pi një kafe. Po, thash, mere gruan, mere nonën, masi qatë shumë po insiston, që të ma edhe një drek, e hajmë, pim, bëjmë muhabet, knaqemi. Po unë e s'kom grua, s'kom nonën, s'kom motrën, qësh me marë. Okej, që unë e marë burin tem, ti që aty, rrim të tret, bëjmë biseda, faleminderit Linda, bëjmë muhabete. Ka po e merë një gjithat liri, mi thonë një gruas martume, një psikologës, një hoxhaneshës, faleminderit Linda, mos argjo zemër. Edhe, hajde se po du me pi një kafe. Shu që se keni probleme me familjarët e juj, thirrni në 044 509 200, mos si leni problemet pa i zgjedhur sepse bëhen ma shumë, shkruni ose folni me mikrofon. Mande unë ju thiri, zoj, zotni, po e lajmë një takim, gratis e ki, parin. Dyti është 10 euro për neve që jemi mrenda në Kosovë, me telefon të Kosovës. Për ata që janë në Zvicër, në Gjermani, në diaspor, 20 euro e kanë orën. Normal se edhe unë e kam hargjimet e mia, kam prishjen e veturës, kam ato këto, e kam profesion. Edhe çka a mirësh me gjinë, veç një pyetje më nalt ke interesante, tha, a je psikologe? Po, unë jam e diplomuar psikologe, dhe nuk i kam vetla tatu, po faleminderit, s'di qa u bo 50%, faleminderit Linda Shabani, Zotit gëzoft. Unë normal mirem me briefing, një metod briefing,
me frymarrje. Ato e bëj këtu, edhe në shtëpi, edhe në zyre, po shumëtën e rasteve e bëj këtu në shtëpi, se unë jetoj momentalisht vetëm unë edhe burri. Mirë po seansat kur i bëj në shtëpi, unë i bëj vetëm vetëm, edhe e kam asistentën time, e cila i bën takimet. Edhe e krym me një seansë, me frymarrje, duke lexu Kur'an. Nuk janë ato rukjet me mikrofona me send, edhe mundohem me këshillime, mundet me kanë buri aty patjetër. Nëse është mashkull, patjetër duhet me pas gruan, nëse nuk i marr personat që vinë veten, po ai mundet me nejt tjetër dhomë. Mirë po, kur ja bëj këtë seansën me frymarrje, me lexim Kuranit, briefing i thënë kjo metoda, është si një lloj mini hipnoz, vetëm se nuk bën me pas epilepsi, sepse kur ja bën këtë frymarrjen, ajo mushët truni me ajër, edhe fillon me nxerr i fjalët, çka ato, për shembull dikush e ka shajt, i ka thënë ti je poshtër, ti je kështu, ti je pa vlerë, ajo ka humbë vetë besimin. E na përmes frymarrjes, përmes leximit Kuranit, përmes fjalëve që i përdorim, na tamam ile e kuptojmë ku e ka traumën ai person. Edhe ka raste me 2-3 herë që e bëjmë këtë, kalon. Mirë po, ata që kanë epilepsi nuk guxojmë sepse kuha mundet me shku mrapa dhe të vdes klientit, meset i vdekun. Pra, që kanë epilepsi nuk preferohet hipnoza, po e ka bo. Edhe Freudi e ka bo hipnozën, mirë po na i bëjmë nga aspekti islam. Gjije ty, unë jam hoxha nesh, jam shkrimtare, sërish e gjuhës shqipe, po të kishëm punu, por edhe jam psikologe. Por psikologjia ime lidhet me islam. Faleminderit Jusufi. Lidhet me islam, mirë po nuk ka të bëjë me rukjet të cilët i bëjnë hoxhallarët, ka disa që i bëjnë. Aleikum selam. Me mikrofona me send, po vetëm përmes këshillimeve. Numrin, Mihane, shkruje nëse bon, ose ju që për e dëgjoni dikush, 044 509 200. Pra, shkruni ose me mikrofon. Pastaj ju jap adresën, nëse jeni në Kosovë, më mirë është në mënyrë direkte, me bisedu që të dhomën ti me ditës, vetëm unë jam, por mirë është me marë, në qose je femër, ose merë një shoqe, ose merë nonën, ose dikon dhe merë burin tënd, sepse kur e bëj këtë hipnozën, duhet dikush me qenë aty prezent, ashtu duhet, kur e këshilloj, është tjetër. Përshëndetje së kollë. Edhe mashkull me qenë, ato nuk e preferoj, por që janë shtu si evlatët e mi pak më të ri, djemë të ri, ato mundi me bo, po çka janë mbi moshën 30 vjeçare, nuk e preferoj, për arsye se unë jam edhe fetare, e normal, gjatë këtij briefingut, ka raste ku duhet m'ja ngjesh zemrën, me i bo masazh këtu te koka, te truri, kështu që kur janë meshkuj nuk e preferoj, po këshilla i jap. Po, janë, unë vozis veturën, jam e para grue në Kosovë që kam vozit, e kam marrë lejen, patent shoferin, 1986, edhe kam qenë me shami. Haxhi, emrin e paske shumë të mirë, edhe mulla e paske shumë të mirë, që ato fjalë, shko thoja nënës tënde, ajde,
Ajde se koke pisla kamoj. Sokol, nuk e bëj këto punë për pare, unë dhe të thash 10 euro është seansa e dytë, minimumi, ndërkaq për këta që janë Zvicër, në Gjermani, atje i kanë 1 orë, i kanë ka 50, ka 100 euro, na e bëjmë 20 euro. Edhe unë tregoj me njëherë për 2 seansa, qoftë është klienti i ndëgjushëm, me 2 seansa ai e kupton komplet, ka njerëzi që kanë pas o cerë të pastaj numrin ta bëj. A duhet me, po, zemër shkruaj kështu, s'po di unë ku me shkrujt bre këtu, prit që tu po ta shkruaj, Mihane Islami, që repli po ta bëj, e bën kështu pra, se s'po m'del këtu, plus 383 44 509 200 plus 383 44 509 200 që kjo është në WhatsApp që kjo numri mjane plus 383 mandej fëmijët që berbëzojnë për ato i kemi edhe lutjet këtu edhe normal e kam një ujë që për shembull ky Shihni, këtu është ujin edhe e kam personin, emrin që e ka, sa kam lexu, Rabbi shrah li sadri vesili emri bahlulu këtë me lisan kavli. Janë këto sa herë lexohen, janë si mas haditheve të profetit Muhammed, cilat lutje. Pastaj ky uji i jepet fëmijës me pi, kjo është për berbëzim. Ka ata që kanë vezvese, kanë probleme, kanë frikse. Ky uji kanë problem, kanë për shembull nuk i hec puna, biznesi pishkon të poshtë, e tjera. Unë jem me ta bisedoj, mos është puna që ndoshta ka mallkim. Se sehire nuk mundet me pa, sehiret, si që thash, ato janë veç vezvese, janë mjeshtri që shme të bë vezvese, se e din ma ta shkret, jo nërprag, jo njastëk, jo anena, jo kënena, edhe mos vjedh, bëre shko vjedh të nona jote atje, edhe sehiret janë vetëm, shme thanë në ashtu janë pra, që pëtojnë, mjeshtri, ndërka që ka raste kur ka mallkim me një shtëpi. Edhe ti punon ditë e natë, po nuk hec puna. Jo, nuk është me fry kështu, nuk është asi, kur i kanë fry imam profetit Muhammed, ja do gratë këshia i kanë fry nyje, i kanë lidh nyjet, sungat, edhe i kanë fry. Edhe Zoti i thot, o Muhammed, shet ato ja do gratë këshia, janë të t'i lidh ja do nyje që m'ju lidh goja, mos me mund me fol, që atë shumë që s'dëshin me lanë me fol, profetin. Tha, se thot, po të lidhin nyje dhe po fryn, thot, po të 11 nyje t'i kanë lidh. Prandaj unë ty po t'i jap, po dojnë me të bë vezvese, se kur gjasër mundin me bë ato, po t'i jap 11 ajete kuranore, ajo feleki edhe nasi, kulodhu birabil felek, me shëri ma alek, me shëri kasi kida me kashe, në pa thote filukat, me shëri hasidin i dhasit, 5. Kulodhu birabil nas, melikin nas, ilahi nas, min shëri vezvasil hanas, elledhi ju vezvisu fi sudurin nas, minel gjinneti venas. 11 ajete. Këto i thojnë rukje. Rukje do me thënë nga gjuhë arabe frym, me frym. Edhe sa herë ka pa Hasan Hysenin si fëmijë për mos me marrë mësysh energjit keqe, sa herë ka pa Hasan Hysenin, edhe i ka fry profeti Muhammed. I ka fry prej largit, mas shpines. Po kjo rukje, arabisht pra është frym. Edhe normal, kjo nuk është diçka që
është ndaluar, apo nuk është e praktikuar. Kjo e ka praktiku profeti. Mandej nga mësimet e Ehlibetit, na vetës tonë mundemi mi fry. Shpesh herë ki shtrëngim kokës, dhembje, ke dal, ke marr energji të keqe, se ndoshta aura e dikujt, a ke pa në kënd, kur rrin me dikond, aurën e ka që sisoj, që ti të lëshon energji të keqe. Të lëshon energji të keqe. Miftar disponume për me lujt, se po du me mbyll, pra edhe s'mundesh as me u fol, as me shpreh, pse aurën e ka që asisoj. Se njeri kur mëkatos, kur bën mëkate, Zoti edhe nurin ja hek prej fytyrës. Sidomos thot ata të cilët mirën me zina, me kurvëri. Zoti thot, ja hek shkëlqimin prej fytyrës. Badjava qiti 100 shirka, kur ta hekat shirkën, fytyra si ka shkëlqim. Nuk i bën dritë fytyra. E dyta, thot, ja merr shëndetin, sepse normal ti shkon me një femër me tjetrën, infektime të sendet. Edhe treta, bereqetin edhe lumturin. Kur s'ki bereqet, s'ki edhe lumturi. Ti punon ditë e natë, po bereqet s'ki. Edhe normal, s'vujen. Prandaj, ka raste kur ti për shembull shkon dikund edhe ndriçon edhe ata të këshyrin me smirkeq, me urrejtje, me lakmi. Lakmia, thot, Zoti i shkatron veprat e mira. Urrejtja, thot, i djeg sevapët sikurse druri, sikurse zjari drute thata. Urrejtja. Është një rast, një verset kuranor, a ishte 49, kur i thot, Rajna, vinte një grup jaudi që kanë kalu kincën në islam, edhe thënë pejgamberit, pejgamber, na kemi besu. A i thot, jo, ja Resulallah, unë ja di, Zoti thot, shëri që ata që pëtojnë, Rajna, na kemi besu. Sa ata janë duke gënjy, tha, unë ja di zemrat e tyre. Thuj atyre që ju jeni musliman, po nuk jeni besimtar. Prandaj, edhe ka të tillë njerëz që me rrezatim të bojnë shkatrim, të hupin, të dhem koka, je nervoz, fëmia përlahësh, kapësh me burrin për kurgjo hiq, fëmia me zveti, bëhet diçka ndaj problem. Çka duhet me bë? Vetëm i qet dorë qashtu, edhe lexon. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu birabbil falaq min sharri ma halaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqa, wa sharri fathatin. Kjo është rukje. Rukje pra do me thënë frym nga gjuha arabe. Ama jo rukje me lishu mikrofonin aty, me aqit një shami këtu edhe ajo musjell aty, ato janë krejt jo në ato çmendurina, du të me shku te psikologu, jo te hoxha. Hoxha nuk është për me shëru shpirtin. Hoxha është për me eduku shpirtin. Teologi është për me eduku shpirtin, më ngrit në nivelet larta, me bo zhvillim personal. Ajo na hoxhën e përdorim për me na shëru shpirtin. Jo, more zotëri, se ti kur t'ja lishon ato rukjet me mikrofona, me antiparla, që shpiten, zosh nikave antiparlant, më do këtë i thënë, shkruma dikush këshedin, kur ja lishojnë ato me zonin e madhaj, edhe plus t'u pa videot, a i ndikohet, për që ato mos i leni fëmijët me i këshyr videot, që ka gjetë ato hoxha që pjanë zërgjinin, nëse a i ma fillon me imitu, zmadhues zërin, falenderit, pra. Fillon me imitu, e ka pa, që shpodridhet ajo, që po bon ajo, që kjo që po bon. Edhe, a i mandej kur shkon të hoxha, ja lëshon ato arabisht, a i nuk din, a i normal. Plus, shizofrent, kom dëgju, të një hoxhe kanë qu shizofrent. Shizofreni është njëri që duhet me marrë, jo të psikologë, po të psikiatri, du të me qu. A i ka shizofren, ka bo vetvrasje pastaj. Prandaj,
Hoxha është për me eduku shpirtin. Psikologët janë për me shëru shpirtin që s'ke mund me eduku. Të kanë botë trauma, e tjera. Po ti çka ke zhvillu deri sot? Kur gja unë s'kam zhvillu jeta? Hiq, kur gja? Zhvillimi personal mjaftë. Unë kur gja s'kam, si mas nëse e ki provokativa, a nëse e ki me të vërtet, çka kam zhvillu deri sot, asnjë sukses nuk më varet prej neve. E jonja është mu lut, me punu, me kërku, e Allahu është ai i cili realizon zhvillimet e tona, i curit e tona, sukseset e tona, e të tjera. Montana, mirë brama. A kish pare në Iran me punu? Për jane në Iran ka pare, është jeta shumë e mirë, $300-400 kanë rrogën, por nuk paguajnë as rrim, gaz paguajnë, kur bëhet dimri gazin e kanë prej qendrës, e paguajnë €10 për tan vitin. Ushqimet i kanë shumë të mira bio, me €10 mundesh me mbush gjysmën e frigoriferit, por pagat janë tulta. Për standardin e tyre janë super. Ndërka që këta që shkojnë prej Kosovës edhe prej Shqipënisë janë nga jado 50 veta, që ose janë profesionalista dhe e din gjuhën perse, atje punojnë në për televizione, në për vende shumë të mira të punës, në për ambasada, ata as kanë kry shkollimet në Iran edhe bile kanë mbet atje. Në Iran, çka kum bo, s'po di pse qatë shumë user po t'intereson, kum shkuja 15, 16, 17 herë, herën e fundit jam konë qëtër kur ishte në mars, jam konë me një festival, se unë marrë pjesë në për konferenca, në për festivale, tash edhe në Irak ko me që një pript, një hoqë, edhe një murgesh po më duhet, me i që në Irak, në gusht, kësmek, edhe shkoj që shtune për konferenca shkoj atje. Edhe takohem me njerëzit ndërkombëtar të krejt botës, me mbrava Montana. Shqyr ty se je besimtare, po mundohem eda, besimi nuk ka kufi. Faleminderit Dafina, a e knaqi, as e knaqi, faleminderit. Se ty me besu, Gjogjë, jo ty se. S'po kuptoj çka po shkroni, me siguri as ju s'jeni të kuptu vetën. Aleikum selam, Felizaj. O, Lulu, ala s'ke fleta, po bon mjuta, të lumt të dora. E që shu të ndëruar miq, që me bëm? Jeta e ka qështu. Ne do të me qenë të lumtur për aq sa jemi, për aq sa kemi, dhe lumturia nuk duhet me mendu 20 vjet, mas 20 vete që ka mendu, ka me pas një shtëpi, ka me pas një vetur, ka me ba ato, ka me ba këto, sepse shgënjehesh. Por lumturin duhet është pika. Aleikum selam, Ferizaj. është pika. Lumturin duhet me ku ngritesh mëngjes, Allahumme salli ala Muhammed, vali Muhammed, selami qoftë për mbi ty o Muhammed, dhe familjen tënde. La ilaha illallah. E tjera. Me bom, lumturia është pika. Jo, kurgjo, jam krejt natyrale. Veç pak që tu i umë gjyros vetullat. Krejt jam natyrale. Buzët mi fry është haram. Nuk ban me veç në rast se defekt ki, e ke bon nëj aksident, nëj send, e bon nëj operacion faciomaskular, atër s'ka problem.
s'po ju kuptoj Eda. Të nderuar miq, ora, wow, 1:30 u pas ka bo. Faleminderit që ishit. Unë dola sot për shkak mikut tim, kolegut tim Drilon Gashit. Po do ta keni ju që s'keni qenë prezent në pjesën e parë. Do ta keni insha Allah. Do ta keni në YouTube bisedën që kemi bo për surën Bekare, ajeti 25, ajeti parë ku përmendet gruaja në Kur'an. E pam për pastërtin. Ju që na pëlqeni, Zoti ju pëlqeft veprat e juja, ju që na shani, ju që na fyeni, ju që na poshtroni, që më poshtroni, e keni halal për meje. Nuk ka problem, sepse ju në një farë mënyre e shëroni veten, sepse kur vjell vrer, atëherë lehtësohet lukti juaj. Kështu që unë e kam sevap. Prandaj po them, e keni halal, po pyeteni Zotin, a pja bon ai halal kur dikujve ja prish disponimin. E poshtron para qindra vite, personave. E nënçmon, apo këta di unë, e përqesh. Pejgamberi ka thënë, Zoti s'ka me ta marrë shpirtin pa të bë sikur ai që e ke përqesh. Zoti thot, kam ja dhënë një vdekje të turpshme, audi faleminderit vëlla, një vdekje të turpshme, atij i cili ai kënaqet duke i bë keq njerëzve. Mjafton, audi. Pra, duhet ti me bë veten që njerëzit me të konë sigurt prej synit tënd, prej hundës tënde, prej gojës tënde, prej veshit tënd, prej durve tua. Njerëzit me qenë të sigurt. Për shembull, po kalon rrugës, po e sheh një derë të hapur. Pejgamberi kur se ka këtë krye? Këto janë, na e kemi profetin Muhammed, e kemi shembull. Prandaj, boni të qetë njerëzit, po kalon një femër e bukur. Zoti në Kur'an ka thënë, ulni shikimet e juja. Atëherë ti janë njerëzit të sigurt prej teje. Prandaj, për me pas një vdekje dinitoze, duhet me jetu një jetë dinitoze, me vlera humane. Për ndryshe, kur nuk e lën as një shembull të mirë në këtë botë, por veç do të kthehet bumerang. Vetëm keni kujdes nga mallkimi njëri tjetrit, prandaj mos mallkoni sepse do të takoheni në botën tjetër. Po ma mirë faljani, edhe një hadith i profetit thot, thot njerëzia, thot si nuk e din që kur ta nguc njerin e mirë, kur ta poshtron, kur ta shan, njerin e mirë, ata e kanë në mbrojtje Allahu. Prandaj njeri i mirë kur nuk ta kthen me të keqe. Ti çka dush thuj, ai prap ta kthen me të mirë, ose hesht. Madje unë karajtve ja bëj halal. Por sa Zoti e ka drejtsinë e madhe. Haj sa ta bën ty halal, a kërkon ti me ta bë halal? Nuk e di. Eda po thot falë se nuk di mirë me shkru. Po Eda e pashtë nuk po din me shkrujt, me siguri e rrit në Gjermani, si që po thu. S'ka problem zemër, po qose ki diçka me pyet, e m'din me fol ma mire ki të folurit se sa të shkruarit, 044 509 200. Jam në gjendje, për shkak sjelljes të mirë që e ke, jam në gjendje me ta kushtu një bisedë shkurt në telefon. Nësi e edhe femër. E kështu, të dashur miq, faleminderit edhe një herë që ishit mos fytni më. Natën e mirë, ju dua shumë të gjithëve juve, vëllezër e motra nga besimi dhe nga krijimi.
Natën e mirë, faleminderit që po më bëni follow, faleminderit që po më ndiqni, faleminderit që po më jepni kurajo, energji, dashuri, për të qenë në shërbim të juajin. Allahi na i falë të mëkatet e vogla, çdo gabim që e bëjmë nga vogëlsia ime, sepse ne jemi krijesa të Zotit, mundemi me gabu, por me qëllimet këqija mos me pas, ajo është më kryesorja, sepse madhështia e Zotit është larg gabimeve tona. Prandaj ju dëshiroj një natë të bukur, të mirë, pafshit ëndra të mira, ndrofshit ëndra të mira, Zoti ju begatoft, Zoti ju rujt, Zoti ju dhash të mira në jetë, natën e mirë, miru pafshim herve tjera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.